Për shëndetje, mi të dashër, mirë se venit e dan gellin në analizë, shkojnë me dhe radhës Najt Hasani, edhe kritike atina ndaj kryeministrit dhe votuzve të kryeministrit. Por unë nuk e kuptoj njeri që ka zhvat vota, ma shumë se 3.000 vota, si mas informacionet që janë, edhe me dalë me dhonë moral, mi tregu se kush qysh tek. Po ma mirë shkojmë të dëgjojmë vidim, të diskutojmë të bashkë i lutëm. Sepse historina i lutëm. Kosovën e ka gjetë me infrastrukturë. Kosovën e ka gjetë me shkolla, me qerdhe, me rrugë, me autorrugë. Kosovën e ka gjetë zhvillume dhe të ndërtume. Veç pak i ndërum. Mirë më buri dhe jetë, po aj ku ka qenë që e ka gjetë? Ka arë pe dikajta, pe hanët, pe marsi. Ne ku kemi qenë? Po neve, kryeministrin, aj nuk pas ka qenë Kosova? Bara me neve? Aj s'pas ka ndërtu sena? Aj s'pas ka punu kurgjë për atë Kosova? Si s'po vjetër po burë me thonë këto fjallë? Si s'po vjetër me dezinformu për vëllo? Kush po t'i shpërëm këto fjalla e ndërum? është turpi i botës. Me dalë me thonë e ka gjithë kështu, e thuti që ajo arë pe hanë dhe ka marë pe qeverisë Kosovën. Mos po t'kuptoj. A unë s'po më me t'kuptu, s'po di me t'kuptu, o ti s'pe shpikon mirë. Edhe po anën. Nuk ka lezet kjo farë punë e kështu. Ka të zuha realitetën e vëlla. Shkojnë amiq. Ka mështë ndërtume, e ka shkatru të gojë ardhë. Ku disa herë kene rregullu gjamët e qeverisë dhe të sheshit. Këtë regull, pajtona me ty që jënë thuj gjamët, s'ka diskutim, a ma munit koftë, vish kalzoje pse, kalzoje poplit, ose qëtyne që ti për ju folë, të regoje pse jënë thuj ata gjama. Që të kuptojnë poplit. Nëse si të regon ti, ju të regojene. Shkojna pe asacionit, pe gjikate speciale, pe i Fosnotës, pe i Mitrovicës, Kufi Nur Tibrit, strukturat ilegale, dinari, e shumë tjera. Kur të folë që i nderum, po të arriti pak autoritetin, mos shpef se zbon. Dosh me të regu poplit pse i ka thjeta gjoma. Apo pse ka gju lotë sjelës. S'ka problem. E ka bo këto sene për të mirë të poplit. Ku i ki sot? Ku i kemë sot komandantat? Në Hagë. Ata në ta faqim atje. Pse i ka gju pra? Për më shpeshku në Hagë ata. Lufta u shtisë rimtarë është e shajtë. Ne kemi luftu, kanë luftu populli për me mbrojt Kosovën. Ne nuk kemi shku atje. Ata e nërë të na. Ata e nërë me në vraneve. Ata e në pafajshëm. Ja prapë se ka gjuaj. I ka thjeta gjama, i ka gju policin. Këto s'pegoja popullit. Pa më zbatës e format të për vota. është turpi i votës. Se edhe mësë përshë për vota i mbledhë prapë, sa gali, vjedhë, jeni mësuju, sa problem. A më mo, dizinformata mo se, nuk i lona mo, sepse me rana, me dëllavere, në kina orë diri këto. Fole bu realitetin një më edhone. Ne jemi vetëm për realitet. Ne jemi për një Kosovë demokratike, për një Kosovë, jo me hojna, për një Kosovë që e këthen identitetin e rinistë Kosovës. Vullnetin e rinistë Kosovës. Sepse ja keni hup gjdo vlerë ati veni. Me hajni. Me korupcion,
me qitë në tokave, me bonit pazare me tokat Kosovës. Sikur me konë toka juve. E ti po del po folë për moral. Ti po du që ka gjetë Mitrovicën. Ku ka gjetë Mitrovicën? Tregoje popullit ku fini ku konë. Në urtimit apo? Tregoje o burë që 17% ka këthy. Që ju i keni lonë. Tregoje popullit, të din popullit. Votus të juj. Se votus të 50% e din. Për këtë arsye dhe votojnë Albin Kurtin 50%. Sepse 17% ka këthy teritorit. A më ti kalzoju, votusit juj. Ka dalin për se kena ka bujshtë. Edhe në regull jem në allo, s'ka problem. Veç kalzoju votuzve që ne e kena lënë kufin në urë të ibrit. Shkojnë amiq? Atje thot do të kryon një gjandarmarit. Na kena policin, na kena strukturët e policisë, edhe që rrën kufinin, edhe që menagjojnë. Cila është arsyeja me kriju gjandarmarit? Që po të kalzojnë, ti po të pysë, qka po të pengon gjandarmeria e ndërum? Po qëfar arsye po të pengon të gjandarmeria? Gjandarmeria ka dhe Franca, ka Belgjika, ka Spanja, ka këtë Evropa e ka gjandarmerin. Sa ma shumë, është ma mirë. Ku o pengesa këtu? E para. E dyta, deri me tash, Serbia va në ku? Ishtë dalë, e harroa që pa tablin, e pash në përrjetë, su si këqyri, po e pash në përrjetë, edhe për të këja. është turpi botës. Serbia në kohë, jo në kohë. Për gjikatën, për këtë gjandarmërinë. Unë s'pe kuptoj me të vërtet. Shkojnë amiq? Për menaxhimin e krizave politike dhe të razirave, duke menduar se ta ketë edhe një strukturë policore politike. Për menaxhimin e mbrojtjes politike thoni, sipas juve. Po, për mu po. Për ty. Okej, rregull. Në shkrimin me kriju një gjandarmëri është politike. Por u thanë gjithashtu se do krijohet një grup punues ku do të flitet për modalitetet. Modalitetet ka përcaktuar për çfarë? Do të jetë një institucion me presjeve për menaxhimin e krizave. Po. Që shërben si një institucion mes policisë dhe ushtrisë. Shumë mirë po ta shpjegon komentatori. Për çka? Ku është problemi këtu? Mos vall ki frikë, mos vall ke bonejsan. Se jina lexova historia e jote si shkon bashkë e omël. Mos vall ki ndaj farë frikë. Unë për vetë që s'kam frikë, se kam mizë mazveshe, por mu jo gjandarmërinë, po e dy tjera t'i bën. Është mirë, çka është mirë të popullit, mirë shtetit ta? Problem se kam atë punë hiç. Ja nëse ki problem ti, nisë kemi faj. Apo dikush tjetër nga ju. Shkojnë amiq? Mbrojtjen e institucione. Po dhe na kena pas policin, ku i kanë gjujt që kjo polici ka qenë. Që kjo e ka menaxhuar situatën. Që kjo ka mbrojt institucione. Ka zgjedhën herë, po. Ka zgjedhën herë pse? Krijimi i mekanizmave politik të policisë për mbrojtjen e institucioneve, mbrojtjen e partisë politike në pushtet është i dëmshëm. I dëmshëm për çfarë? Për çfarë? Se këto rreziqe vinë nga të menduarit autoritativ dhe totalitar. Po. Ja, këto të menduarit vinë nga hajnat që i tuten shtetit, që kanë vjedh, kanë bo pasuri, edhe i tuten shtetit, i tuten gjandarmërisë, i tuten policisë, po, pajtona, ama ne s'kem faj to. Këto në as kryeministri, s'ka faj. Kështu që, mos e më rakosti për këtë punë. Shkojnë amiq? Po aludoni në ato çfarë ndodhe në Skënderaj. Nga frika e pushtetit krijohen të inspekcione kështu. Po aludoni se gjandarmeria mund të funksionojë diçka sikur ngjarjet në Skënderaj, me njësinë speciale që shkon në mbrëmje atje pas zhvillimeve që ndodhen në mes të zotrit Sami Lushtaku me zotin Ystimani. Respektojnë politike. Për ata krijohet rrezikshmëria. Pse po ja fut kot të burr? Pse po ja fut kot? Qa politike valla? Po nesër shkojnë ta vini ju. Ku je gjandarmeria? Ajo është shtetit. Çfarë politike? Pse po përzi politike këtu?
Kjo është e pa drejtë. Kjo është pifje. Kjo është tut. Po tutemi thuj. Në rregullim. Sepse do ta ketë një grup të policëve që i shërben grupit politik në qeveri. Qeverisë. Që mund të shërbej PDK-s nëse vjen Hajde, shpirt, hajde. Nuk jam i interesuar të shërbej as partisë PDK-s as njerëz. Unë jam i interesuar që policia e Kosovës të A di pse si e interesun? Se s'mu është me ardhë mu, se ke 10 vota. Nashta ti personal jo, po ti ke diçka ke bo që ti kanë qitë, se 3.000 vota, si mas shka i poshtë informacionet. Apo jo, zotri Niseni. shërbej qytetarëve të Kosovës në mbrojtjen e ligjshmërisë të drejtës. Jem myt, jeni myt, për bes jeni myt. Ju keni mbrojt qytetarin, sa që e keni pru kufin në urtibrit. Apo? Ju keni mbrojt qytetarin, sa që kur si ka ranë men për shtesa të fëmijëve. Apo? Sa që, qash që me keni mbrojt, sa që kur si ka ranë men për shpresën e fëmijëve. Që ja keni hub shpresën e fëmijëve. Jo t'jujt, t'jujt jenë ko milionera, jenë milionera. Sënë të këqërsh e vozit 100-200 mjere kërë. Po, klasës mesme. Populli i Kosovës, që ajo është mas shumëti, klasa e mesme. A keni menu në herë për ata fëmija, a moni ju koftë. E del këtë lip vot para publiku që ne menojmë për juve, për bez tërë. Kur të lëvsh vot, duhesh me tregu diqka. Jo veç me thonë, na bojmë kështu, na bojmë kështu. 20 vjetë këtu, e s'keni bërë sen, veç këtu. A s'ka mërtë. Falemnderoj Zotit, u zu populli, e falenderoj Zotin shumë, që na qoj Zoti Albin Kurtin. Gjini, të meqëm, kristal, jo i korruptum, jo i shitëm, adhëtarë. Me gjithë to, që mi thonë të sanë? Me zemër, për babën. Baba i Kosovës. I vetëmi është ky që i ka këthy 17% territorit. Se sa për juve, shkoj, sikur që akorre. Shturpi i botës. Unë nuk e di, nuk po e kuptoj, qysh po keni ftyrë me dalë para televizionit, kur e dini që keni pru kufinin në urtibrit. Këta s'pe kuptoj. Nuk po e kuptoj, midis Skenderaj zyrat ilegale sërbe, strukturat ilegale sërbe, 20 vjetë. S'pe kuptoj që si keni po. Nuk po e kuptoj që si keni punu 20 vjetë për dinarin, me ish dinarin. Me ish tablat e kerët. Me ish atë 10 ershin, 15 ershin që shkojshin e kthejshin në Gjermoni. E tash, kur o botë shtu kaq gjeltementa, që shtojnë anglisht. Kur o botë kaq njerëz të butet, mire, sene, që ne bojme, ne kështu është. A dhe për para thëke, tha që 200.000 vene punë, 300.000 vene punë, këta, liberalizimi, këta, kur së bo asë jona. Tregoja po dhe burë se kanë harru. është tërp. Unë se di, ti delë thu që këj ka gjithë Kosovë ndori. Jo, zotri, jo. Jo, zotri, jo. Mishtë të dashër, Zoti ju rujt, aty ku jeni, e mire po shumë viteradhës. Mos harroni nej subscribe, nej shpërndarje, që të zatetën për dit. Zoti ju rujt, mire po shumë aty ku jeni. Pozit opozit, pa dalim. Kjo është politik, kritik, pa fyre, pa ofendime. Na jem në rregull. Se cili ka drejt me dhonë mendimin e vetë. Unë e përjapi mendimin tem, për pos mendimin, për qësë fakte. Pa fakte s'po foli. Se me foli që mendimin tem, qka unë kam qef, që qka tjetër. Se qka kam qef unë kam qef e pare që shtojnë fjallë përdojnë Kosovën. A është e mëshme për momentin? Së është e mëshme. Sepse Albin Kurti na tregoi që Kosovën e ka gjetë
në podrum ojë nderum, 1 metër ujë. Këto kallëzoja popullit. E kjo është realiteti. Zoti ju rujt, miq të dashur, mirëposhtë të radhës.